Dy persona rrezikuan mbytjen me jet ski në det në Shëngjin. Policia ndihmon në korale dy persona në rrezik në det. Rreth orës 15 të datës 28/6/2025, salla operative policisë mori njoftimin se përballë plazhit Rana Hedhun, një mjet lundrues kishte pësuar defekt dhe për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, ishte larguar nga bregu duke rrezikuar jetën e dy shtetasve që ndodheshin në bord. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kufitare Shëngjin në bashkëpunim me strukturat e drejtorisë vendore të policisë Lezhë u angazhuan me mjet lundrues me jet ski për ofrimin e ndihmës së menjëhershme. Falë reagimit të shpejtë dhe veprimeve të koordinuara, mjeti lundrues u tërhoq nga mjeti policisë kufitare deri në portin e Shëngjinit. Dy shtetasit që ndodheshin në bord u nxorën në tokë në gjendje të mirë shëndetësore. Policia kufitare dhe drejtoria vendore e policisë Lezhë vijojnë angazhimin me përkushtim për garantimin e sigurisë në hapësirat ujore dhe toksore, si dhe për ofrimin e ndihmës ndaj pushuesve dhe qytetarëve në çdo rast emergjence.